Unë mendoj që është një akt i paralajmëruar. Pra, akti është tërësisht terrorist, siç e thotë Sokol Bregu, njihet dhe klasifikohet si i tillë jo vetëm tek ne, por në çdo vend të botës. Dhe terrorizmi ka për qëllim të mbulosë friksimin, të mbyllet goja, të mos flitet e të mos veprohet, të hiqet dorë mundësisht edhe nga jeta. Pra, ky akt godet radh parë dinjitetin njerëzor. Pastaj po marrim anën ekonomike. Pra, ti si televizion mos fol, ti si biznesmen nuk ke drejt të bësh biznes aty ku ne të pangopurit kemi futur torin e qelbura edhe duart e përgjavura. Ky është një akt që tregon që na është prekur sedra e kriminalëve Shqipërisë, që mendojnë se kanë në dorë dhe jetën, përveç pasurinë, edhe të çojnë aber, kujdes se tani po afron ke fundi, ke deadline-i. Pas kësaj do kemi një akt tjetër. Tani janë bërë disa kallëzime. Edhe unë mund ta bëj investigimin. E kam atë kapacitet. Kush përfiton nga heshtja e MCN-s? Dhe çfarë aktiviteti ka bërë MCN-ja, ku ka goditur? Pra me fjalën e saj. Dhe besoj kemi disa afera që ne ju kemi rënë tani këtu edhe në këtë studio dhe studio tjera. Po fakti që njerëzit që bëjnë afera nuk arrestohen, po ndjenin time dalin dhe mbledhin akoma para. Besoj dhe Sokoli dhe ndjeni. Pra, këta e kanë dhe aratisin nga arresti, domethënë e kanë me luks. Nuk shkojnë në vrit miut, po dalin dhe bëjnë para akoma. Është bërë i gabim. Faktori ndërkombëtar do ta hetojë këtë siç do hetojnë këta. Ta e din mirë që faktori ndërkombëtar i hap dosjet e mas 10 vjetësh. Dhe ju ofron dhe provat që këta mundohen t'i zhdukin, nëse kanë arrit deri atje.